Rama takon Metën një ditë pasi Ruçi kërkon futje në kalendar të reformës. Kreu i Kuvendit këmbgul në qartësimin e procedurës. Basha mos destabilizoni vendin. Komisioni i posaçëm i reformës në drejtësi shqyrton projekt ligjin e gjykatës kushtetuese, miratohen pa opozitën 93 nene. Xhafa ironizon deputetët demokratë. Nafta shtrejtohet sërish, çmimi i karburanteve rritet 3 herë që nga fillimi i muajit prill. Ekspertët sqarojnë se shkak janë bërë taksat e larta dhe bursa. Në 3 dekadat e ardhshme Tirana do të ketë edhe 6 qendra të reja. Bashkia do të nxjisë zhvillimin e tyre përmes politikave fiskale dhe investimeve. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vision Plus. Pas letrës së kreut të grupit socialist Gramoz Ruçi, kryeministri dhe kreu i Kuvendit janë takuar për faktin e reformës në drejtësi. Ilir Meta nuk i ka kthyer përgjigje drejt për drejt kërkesës së Ruçit për futje në kalendar të draftit të ndryshimeve kushtetuese, por ka këmbgulur në qartësimin e procedurave parlamentare. Takimi mes javës mes kryeministrit Rama dhe kryeparlamentarit Meta është ndruar tashmë në rutinë. Por ky i kësaj të mërkure mbarte një rëndësi të veçantë, pasi vjen në një moment kyç të reformës në drejtësi. E për ecurinë e saj, dy politikanët e lartë kanë diskutuar për rreth një orë në zyrën e kreut të Kuvendit. Një ditë më parë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i dërgoi një letër Ilir Metës ku i kërkoi futjen sa më parë në kalendar të 7 projekt ligjeve, të cilat do të reflektojnë ndryshimet kushtetuese që kërkon reforma në drejtësi. Numri 2 socialistëve Ruçi kërkoi ditën e njëjtë që konferenca e kryetarëve të fusë për shqyrtim projekt ligjin për ndryshimet kushtetuese, së bashku me 7 draft ligjet që e shoqërojnë atë, në mënyrë që të kalojë në seancë plenare gjatë muajit korrik. Por kryetari i parlamentit këmbgul në qartësimin e procedurave parlamentare, pavarësisht kërkesës zyrtare në cilën tregohet rruga që sipas socialistëve duhet të ndiqet për të vazhduar mëtej. Ilir Meta duket se kërkon të jap sërish kohë opozitës të reflektojë dhe të jap konsensus. Një reformë e njashme sipas opozitës prodhon vetëm destabilitet. Kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi pas mbledhjes së grupit parlamentar se dërgimi i draftit në Kuvend delegitimon parlamentin, ndërsa këmbguli për zbatimin e rekomandimit 88 të Venecias. Basha u bëri thirrje deputetëve të shumicës të mos i votojnë ndryshimet kushtetuese dhe të mos përdoren politikisht. Për liderin e opozitës Lulzim Basha, një reformë e njashme çon në destabilitet politik. Ky është mesazhi që Basha ka zgjedhur të përcjellë në përfundim të mbledhjes së deputetëve demokratë, duke theksuar se lëvizja e Partisë Socialiste për të futur në kalendarin e parlamentit reformën në drejtësi bie ndesh me kushtetutën e rregullore. Duke avancuar në mënyrë të njëanshme në parlament kërkesën për të miratuar një draft kushtetues që e kap politikisht drejtësinë, Edi Rama ka marrë përsipër dështimin e sigurt, duke bërë të mundur nga njëra anë shtyrjen për të paktë një vit të reformës në drejtësi, dhe nga ana tjetër duke rrezikuar delegitimimin e parlamentit dhe destabilizimin politik të Shqipërisë. E ashtu siç kemi parë ambasadorët u bën thirrje individuale deputetëve për të votuar reformën, kryetari i Partisë Demokratike u ka bërë thirrje individuale pjesëtarëve të mazhorancës të mos votojnë një draft që krijon një drejtësi të kapur. Sot duhet i bëj një thirrje të gjithë deputetëve të mazhorancës të mos përdoren politikisht si mburoj nga njeriu që ka të merr drejtësinë e pavarur. Për liderin e opozitës, rekomandimi numër 88 i Komisionit Venecias është e vetmja rrugë për të miratuar reformën. Nëse ka kapje politike, sipas draftit të Edi Ramës, nuk ka reformë. Nëse ka reformë, ajo do të bëhet sipas Komisionit Venecias. Dhe me këtë reformë nuk ka kapje politike. Këtë kërkon Partia Demokratike, këtë kërkon opozita, e unifikuar dhe e shtuar në radhët e saj edhe me faktorë që deri dje nuk i kanë parë vetëm e tyre në opozitë. Dhe gjatë ditëve të fundit kanë qenë disa forca politike apo deputetë që kanë folur për një reformë konsensuale, duke nisur nga LSI e Ilir Metës, tek Vangjel Dule, Narmdoka e deri tek deputeti i Lezhës Eduard Ndocaj. Mazhoranca ka vijuar e vetme punën në komisionin e posaçëm duke miratuar projektligjin për gjykatën kushtetuese. Fatmir Xhafa i bëri të ditur se kanë mbetur 4 nene të hapura që do të rishihen nga ekspertët. Kryetari i komisionit i është përgjigjur me ironi dhe kërcënimit të demokratëve për djegje mandatesh.
Bojkoti i opozitës nuk i ka penguar anëtarët e mazhorancës në Komisionin e Reformës për Drejtësi që të kalojnë 93 nenet e projekt ligjit për gjykatën kushtetuese. Pas miratimit në parim ditën e hënë, mazhoranca ka vazhduar me shqyrtimin nen për nen, ndërkohë që javën e ardhshme drafti do të miratohet edhe në tërësi. Mundum t'i kalojmë gjatë gjithë këtij diskutimi të zgjatur të gjitha nenet, edhe mbeten pak çështje të cilat 3-4 nene që i lam të hapura për të dhënë mundësi ekspertëve të reflektojnë mbi përmbajtjen e tyre, bazuar dhe në çështjet që trajtuan kolegët deputet. Dhe besoj që ditën e premte do t'i rishojmë edhe këto nene për ta përmbyllur. Por socialisti Xhafaj është kundërpërgjigjur dhe opozitës, e cila e ka cilësuar pa vlerë punën e komisionit dhe ka folur për djegje mandatesh për shkak të veprimeve të njëanshme. Ja arritur shumë temperaturat kohët e fundit dhe mund dëgjosh lloj çuditërash përfshi edhe këtë për djegje, për shkatërrime të gjithashtu. Besoj që është thjesht efekti temperaturave të larta. Projekt ligji për gjykatën kushtetuese është pjesë e paketës prej 7 ligjesh që pritet të miratohet deri në fund të korrikut si pjesë e reformës në drejtësi. Çmimi i naftës në Shqipëri arriti në 163 lekë për litër, duke shënuar rritjen e tretë që nga muaji prill. Ekspertët vërejnë se shtrenjtimi i karburanteve është pasojë direkte e taksave të reja, ndryshimeve të bursës dhe situatës monopol që në fund gjithçka e paguan konsumatori. Vetëm në arkun kohor të 50 ditëve, çmimet e karburanteve në Shqipëri janë rritur 3 herë, duke bërë që xhepat e konsumatorëve të paguajnë 15 lekë për litër më shumë se në fund të muajit prill. Sot tabelat e pikave të naftës kishin çmimin 164 lekë për litër, nga 149 që ishte më parë. Edhe pse çmimet në bursa ndërkombëtare janë rritur, duke shkuar në $50 për fuqi, ekspertët thonë se reflektimi në tregun ton nuk duhet të ishte në këto vlera. Gjithmonë çmimi i karburanteve në stacion është funksion dhe i lidhur me ndryshimet në bursë, por nuk reflekton në terma afate kohore të shkurtra. Por një tjetër arsye se pse janë rritur çmimet e karburanteve është dhe rritja e taksave vendore. Vetëm për procesin e rilicensimit, pikat e karburanteve paguajnë 50 milion lekë të vjetra, ndërsa aksioni kundër informalitetit ka bërë që shumë karburante të mbyllen dhe tregu të përqendrohet më shumë në dorën e disa kompanive. Një efekt madh ka dhënë taksat vendore, sidomos, të cilat kanë pasur një impakt pikërisht do të kenë në këtë 6 mujorshin e dytë, gradualisht ne po shikojmë që të ketë ajo që quhet përqendrimi në tregun e pakicës. Pra, nëse tashmë them se është kompletuar përqendrimi i aktiviteteve në tregun e shumicës, ky ka kohë që po reflektohet në tregun e pakicës. Shqipëria është vendi 12 në botë për çmimin më të lartë të naftës, duke lënë pas Francën, Gjermaninë, Belgjikën dhe Greqinë. Ende në Shqipëri nuk ka një autoritet i cili të monitorojë çmimet, nëse janë rritur apo jo në mënyrë abuzive. Asnjë nga institucionet shtetërore nuk mban përgjegjësi, as Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit në Ministrinë e Ekonomisë, e cila bën përgjegjës autoritetin e konkurrencës. E nga ana tjetër, konkurenca thotë se ka kërkuar ngritjen e një strukture të veçantë për monitorimin e çmimeve, por ka një vit e gjysmë që kjo kërkesë nuk është realizuar ende. Qeveria miraton ndryshimin e ligjit për të vëshon duke bërë të mundur rimbursimin automatik brenda 30 ditëve edhe për ndërmarrjet që eksportojnë 50% të produkteve të tyre. Deri më sot këtë e përfitonin kompanitë që kishin të gjithë prodhimin e tyre përjashtë shtetit. Nëse deri më dje vetëm sipërmarrjet 100% eksportuese përfitonin rimbursim automatik dhe kur ishin nën kontroll tatimor, sot të gjitha sipërmarrjet që kanë një qarkullim në eksport 50% e sipër të qarkullimit të tyre total, përfitojnë rimbursim automatik të TVSH-s. Përfitonin nga rimbursimi automatik pa kushte brenda 30 ditëve i TVSH-s vetëm 300 sipërmarrje. Sot, me këtë ndryshim që ka bërë qeveria, përfitojnë 1050 ndërmarrje. Afati i fundit i Komisionit Hetimor për emërimet në administratësh mesi i korrikut, por deputetët janë ende larg përfundimit të punës. Palët vetëm kanë akuzuar njëra tjetrën, po pa dalë me një raport konkret. Mbledhjen e fundit Komisioni Hetimor për emërimet në administratën publike bëri 3 muaj më parë.
Të mërkurën në takimin e radhës, kryetari i tij Gens Polo doli të denonconte nëmpunësit me rekorde kriminale. 130 persona me rekorde kriminale të punësuar në nivelet larta të administratës shtetërore. Dhe këtë listë e kemi dërguar në Ministritë Drejtësisë dhe në Ministritë Brendshme. Dhe për fatkeq, Ministria e Brendshme na ka kthyer përgjigje vetëm për 21 prej tyre. Për mazhorancën e përfaqësuar nga Musa Ulqini nuk ka rëndësi numri, por etiketimi i zyrtarëve. 130, 1300, 13000 sa të doni ju, ne jemi të hapur për këtë çështje, por po them që kemi nevojë që të jemi korrekt. E para, të mos vëmë atë fjalën e fundit pa i patur gjithë gjërat në dorë. Përtej debatit politik, komisioni diskutojnë mbi përcaktimin e ekspertëve të jashtëm, që do të asistojnë punën e komisionerëve, por me këto ritme deputetët hetimor nuk dihet se kur do ta mbyllin shqyrtimin e emërimeve në administratë. Komisioni e nisi punën më 30 janar 2015. Sot 18 muaj më vonë, opozita që e drejton dhe kërkoi hetimin ka një bilanc të varfër. Në mandatin e parë 5 mujor nuk u bë asgjë, ndaj dhe u kërkua shtyrja e Afatit. Por edhe pse kjo kërkesë u plotësua, prej më se një viti grupi i deputetëve është larg konkluzioneve, ndërkohë që Afati mbaron në mes të korrikut. Vladimir Gjuta është rikthyer sërish në qelinë e burgut pas vendimit të gjykatës së Tiranës. 36 vjeçari akuzohet se theu arrestin e shtëpisë dhe se ushtroi dhunë ndaj babait të tij, por familjarët i kanë hedhur poshtë pretendimet e organit akuzës duke i konsideruar sajesa. 2 muaj pasi u shpalli pafajshëm nga drejtësia shqiptare, Vladimir Gjuta rikthehet në qeli. Ka qenë ky vendimi i gjykatës së Tiranës për 36 vjeçarin, i cili u prangos me akuzën e dhunës në familje dhe thyerjen e arrestit shtëpiak. Më herët prokurori Valentin Preçi kërkoi arrestin me burg për Gjutën, pasi kishte dhunuar babain e tij gjatë një feste familjare në qytetin e Kukësit. Ndërkohë avokati i biznesmenit kërkoi që të jepet një mas sigurie me e lehtë për shkak të problemeve psikologjike që Gjuta ka pasur gjatë qëndrimit të tij në paraburgimin e Bradasheshit në Elbasan. Familjarët e Gjutës hedhin poshtë pretendimin e prokurorisë, pasi sipas tyre e gjithë historia është një sajes policore. Për mendimin tim, këto janë gjithmonë vetëm struktura shtetërore që po na sulmon. Për të na prish imazhin e familjes Gjuta dhe në përgjithësi edhe të fisit tonë. Kam qenë shumë i pranishëm aty. Nuk kanë absolutisht dhunë, nuk është përmend dhuna njerë, nuk ka dhunë të familja jonë. Nësim një, për kundrët, ai ka pas edhe ka shumë respekt për te, për ne kishim nevojë, në fakt dhe i kërkojmë edhe gjykatës që ka nevojë pak për një nim mjekësore, që ta ketë, se edhe nuk përdor të ilaqet e senet e gjanë. Absolutisht mërë, që është shenja, e vesh pas par një bab tjetër, se për mu që ky si jam mundu, s'ka mundësia. Vladimir Gjuta u akuzua për vënien e tritolit në farmacinë e babait të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, akuzë e cila më vonë u rrëzua nga gjykata, ndërsa qëndronte në arrest shtëpie prej dhjetorit të 2014-s, pasi kishte goditur një efektiv policie në biznesin e tij. Rreth 27.000 bimë narkotike kanabisativa janë asgjësuar në Pogrades, Vlorë, Shkodër, Puk, Skrapar dhe Gjirokastër. Sipas policisë, parcelat janë zbuluar në fshatra të thellë të këtyre rretheve, kryesisht në toka papronar. Në Pogrades është arrestuar në flagrancë Riho Bleran Dëgjona, pasi kishte kultivuar 2000 rënjë hashash. Edhe në Puk ka patur 2 të arrestuar për mbjedhje të kanabisit. Ata janë Florian dhe Gjergj Përgjegjaj. Ky fundit kryeplak i fshatit Dush në këtë rreth. Për ndërtimin e impjantit të futbollit Arena Kombëtare, shefi qeverisë tas të kryeqyteti do të ketë nesër një nga stadiumet më të bukura të Europës. Ndeshjet eliminatore për kampionatin e ardhshëm evropian, kombëtarja jone e futbollit do të ketë mundësi të luajë në një shtëpi të re. Pas ndërtimit të Elbasan Arena, prej disa javësh ka nisur puna për impjantin më të madh të futbollit Arena Kombëtare. Kryeministri Rama, kryebashkiaku Veliaj dhe Ministri e Kulturës Kumbaro inspektuan punimet. Rama e cilësoi projektin si një nga veprat më të mira dhe më moderne që do të ketë Shqipëria. Një stadium nesër ndër më të bukurit e Europës dhe një përgjigje e merituar për gjithë ata që nuk din asgjë tjetër, përveç se të ngren gishtin e akuzës nga kafenet
ose nga kafja e madhe e pazarit të thashethemeve. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i theksoi rëndësinë që i është dhënë zhvillimit të sportit në vendin tonë, duke përmendur këtu një sër investimesh. Përveç se ka një tempull të futbollit, e që besoj vjen momentin më të mirë, qyteti do të përfitojë në secilin prej anëve, veri, jug, lindje, perëndim, përfitohen 4 pjaca që do të jenë për përdorim publik gjatë gjithë ditëve që nuk kanë ndeshje. Ministri Akumbaro bëri të ditur se projekti ruan dhe respekton historinë kulturore dhe sportive të stadiumit Qemal Stafa, pasi nuk preket fasada e cila integrohet në projektin e ri. Në rezultatin e fundit që do të vitë të prezentohet para KKR-s javës që vjen, fasada jo vetëm do të ruhet, por do të jetë pamja ballore e stadiumit dhe do të jetë edhe funksionale për të shërbyer, për të njëjtin funksion hyrës, siç ka shërbyer gjithë këto vite. Stadiumi Arena Kombëtare është parashikuar të ketë një kapacitet prej 22.500 spektatorësh. Ai do të jetë i kategorisë 4 maksimale sipas standardeve të UEFA-s dhe punimet pritet të përfundojnë brenda 24 muajsh. Pjesë e planit urbanistik për Tiranën e së ardhmes janë edhe 6 qendra të reja. Ato do të krijohen përmes investimeve të bashkisë dhe politikave që nxisin biznesin të fokusohet në këto ambiente, duke i dhënë një tjetër pamje kryeqytetit. Tirana e Madhe nuk do të ketë vetëm qendrën klasike, sheshin Skënderbej, por edhe 6 pika të tjera ku do të nxitet zhvillimi dhe ndërtimet. Sipas planit urbanistik, në kombinat Laprak, Shkoz, Kinostudio, Saug dhe në bulevardin e ri, do të krijojnë qendra të reja. Drejtori i përgjithshëm i urbanistikës në Bashkinë e Tiranës, Ditjon Baboçi, tregon për Vision Plus se krahas sheshave qendror, në këto zona do të ngrihet edhe infrastruktura e dur për qendra të mirëfillta të një qyteti. Një nga mënyrat kryesore që Bashkia ka menduar, patjetër është infrastruktura publike, pra duke rregulluar rrugë, duke krijuar pjaceta të vogla ose hapësira publike të lira në këto qendra, por njëkohësisht duke çuar edhe shkolla të reja. Ne duam të ndërtojmë 13 shkolla të reja brenda mandatit ton, dhe rrjedhimisht qëllimi është që këto shkolla t'i përqendrojmë në këto hapësira të reja të qytetit. Qëllimi është që të ofrojnë shërbime po aq cilësore sa qendra e Tiranës banorëve të qytetit, me qëllim që shumica e tyre mos ketë nevojë dhe mos ndihet nevojshme dhe mos jetë detyruar që të lëviz me kilometra të tërë për një shërbim bazik që mund ta marrë pranë banesave të tij. Po ku janë planifikuar ndërtimet për 30 vitet e ardhshme në Tiranë, sipas arkitektit të planit urbanistik Stefano Boeri. Drejtori i urbanistikës tregon se si do të orientohen ndërtuesit në kryeqytet kundrejt taksave më të ulta. Pikërisht të poliqendra janë dhe ato ku neve do duam që në vitet në vijim ta orientojmë zhvillimin. Jo duke e bllokuar zhvillimin në hapësirat e tjera të qytetit, por duke krijuar disa incentiva pozitive për zhvilluesit nëpërmjet një takse pak më të ulët në këto zona që kanë prioritet zhvillimin, nëpërmjet një le të themi intensiteti më të lartë ndërtimi. Gjitha këto hapësira mund të jetë ajo e Laprakës, hapësirat e kombinatit, hapësira e bulevardit të ri patjetër, flasim për hapësirën e Shkozës, për hapësirën e Kinostudios dhe patjetër dhe për hapësirën qendrore të qytetit. Projekti Tiranos Policentrike do të nisë zbatimin që vitin e ardhshëm. Me buxhetin e ri, njësitë administrative ku është planifikuar krijimi qendrave të reja do të kenë më shumë financime për të investuar në përmirësimin e infrastrukturës në mbështetje të komunitetit. Një shtetas egjiptian prej 16 orësh ka mbetur peng një anije me 2 marinarë shqiptar në bord. Policia e Durrësit ka konfirmuar pengmarrjen e anijes Çelepia 2 nga marinari egjiptian. Ai kërkon 70.000 euro në të kundërt kërcënos dhe do të fundos anijes bashkë me 2 shqiptarët. Burime zyrtare nga policia thonë se Adel Mohamed Salam ka marrë në telefon bashkëkombasin e tij, i cili punon në portin detar Durrës, duke i thënë se peshkareqa ndodhet në afërsitë e Aleksandrisë në Egjipt. Kanë qenë familjarët ata që dhanë alarmin për zhdukjen e peshkatarëve. Më herët në portin e Durrësit u raportua edhe për një anije tjetër që kishte humbur kontaktin, e cila u lokalizua në ujërat e Bunës. Megjithëse sezoni turistik ka kohë që ka filluar, në Lezhë ka një sër probleme që kërkojnë zgjidhje urgjente. Prefektura ka vendosur të ndërmarrë një aksion disa ditor për pastrimin e vijës bregdetare. Kur kanë kaluar pak ditë nga çelja e sezonit turistik, prefektura e Lezhës ka evidentuar disa probleme që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Për prefektin Eduard Ndreca, ndërhyrja urgjente duhet të përqendrohet tek pastrimi i zonave të ndotura. E di se problemet kryesore janë pastrimi që është bërë. Njehen vetëm 5 artistë që mund ta realizojnë atë. Sigurisht, shumë më ndryshe nga mishërimi pamor që ofronin gravurat e para të këtij lloji.
prej këtyre 5 artistëve është edhe akademiku e piktori Sulejman Saim Tekçan, 37 gravura të cilit mund të shihoni në qendrën rinore të kryeqytetit. Vetë artisti sjell shtrëzime të historisë, por edhe të artit. Tek tuk këto punë të kujtojnë shkollat e vjetra të Athinës apo të Korintit, tek tuk të duken si mishërimi i artit islam apo i miniaturizmit turk, tek tuk duken si punë shumë moderne. Ngjyrat, edhe pse prej një game të fortë kromatike, shkrihen butë me njëra tjetrën, ashtu sikurse dhe simbolet greke, egjiptiane dhe osmane. Kuratori i kësaj ekspozite nuk ka haruar që të veçojë veprat që kanë një lidhje simbolike edhe me kulturën tonë. Në thelb nuk është mënyra se si artisti vazhdon të insistojë të prodhojë. Është modernizimi që ai ka bërë, një teknikë e cila është shekullore, nëpërmjet konceptit të punës së tij. Eltoni këshillon që ekspozita të vizitohet dhe të shijohet nga e djathta në të majt, pasi kjo është edhe veçantia e ekspozimit të gravurave kaligrafike, që i ka rrënjët në arketipin e Kuranit qiellor. 37 veprat, disa prej tyre unike në botë, do të qëndrojnë në kryeqytet për një javë dhe ekspozita do ta pres publikun çdo ditë deri më 1 korrik. Rama takon Metën një ditë pas Ruçi kërkon futje në kalendar të reformës, kreu i kuvendit këmbgul në qartësimin e procedurës, Basha mos destabilizoni vendin. Komisioni posaçëm i reformës në drejtësi shqyrton projekt ligjin e gjykatës kushtetuese, miratohen pa opozitën 93 nene, Xhafa ironizon deputetët demokrat. Nafta shtrenjtohet sërish, çmimi i karburanteve rritet 3 herë që nga fillimi i muajit prill dhe ekspertët sqarojnë se shkak janë bërë taksat e larta dhe bursa. Në 3 dekadat e ardhshme, Tirana do të ketë edhe 6 qendra të reja. Bashkia do të nxjisë zhvillimin e tyre përmes politikave fiskale dhe investimeve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.